Në mbledhjen e qeverisë, kryeministri Sali Berisha u ndal në një zhvillim të rëndësishëm që ka rritur shanset e vendit për t'u përfshirë në një nga projektet më të mëdha të transmetimit të gazit nga deti Kaspik në Europë. Largimi nga gara për gazin e Azerbajxhanit të projektit potencial të njohur si interkonektori Turqi-Greqi-Itali ka rritur shanset që Trans-Adriatic Pipeline, që kalon nga Shqipëria, të mund të shpallet projekt fitues. Konsorciumi Shah Deniz ka marrë një vendim i cili rrit shanset e gazsjellësit Trans-Adriatik si fitues. Ne me të vendosur, të përgatitur, të bëjmë gjithçka për suksesin e këtij projekti. Në rast se konsorciumi Shah Deniz 2 e zgjedh këtë si projektin më të mirë, ne jemi një vend i vetmi në Europë pa gaz, shumë shpejt do të ngrem një komitet për gazifikimin e vendit, cili do të jetë burimi i gazit, që ne do sigurojmë, ne do të kemi projekt më madhor për vitet që vinë, gazifikimin e Shqipërisë. Trans-Adriatic Pipeline ose TAPI do të ketë një gjatësi prej 800 kilometrash, nga të cilat 204 kalojnë në territorin shqiptar. Nëse shpallet fitues, projekti është parashikuar të nisë punë në vitin 2017 dhe do të ketë një kapacitet transportues prej 20 miliard metër kub gaz.